Mira studentë shqiptar nga Maqedonia e Veriut, Shqipëria dhe Kosova u mblodhën këtë të hënë në rrugët e Shkupit me thirrjen e tyre të përbashkët për mbrojtjen e gjuhës shqipe. Zërat e tyre kumbuan teksa këndonin himnin e flamurit të bashkuar në protestën e tyre të dytë pas organizimit të 6 prillit, nisur fillimisht me kërkesën që provimi i jurisprudencës të jepet edhe në gjuhën anëtare. E pra, më në fund, studentët u ngritën në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Me flamuri kombëtar, e theksoj me flamuri kombëtar, të cilat siç i shikojmë në këto pamje, në mes të Shkupit, ata po kërkojnë që t'japin provimin në gjuhën shqipe. Një kërkesë në fakt që duket absurde në vitin 2026. Autoritetet maqedonëse, me nacionalizmin e tyre ekstrem dhe të sëmur, nuk e kuptojnë që gjuhën shqipe nuk e zhdukën dot perandorit bizantine, romake e otomane për mijëra vjet, e jo më do ta zhdukin apo ta zhbëjnë ata në vitin 2026. Jemi para jush me mesazh të qartë. U rikthyem këtu për t'ju thënë, gati jemi, gati kemi lidhur, gati për të kërkuar të drejtat tona dhe gjithmonë gati për të jetuar ato. Megjithatë, analiza ime do fokusohet diku tjetër, marr shkas nga kjo lëvizje e mrekullueshme e studentëve. Në radhë të parë, dua ta theksoj se pjesëmarrja në këto protesta nuk është vetëm e studentëve shqiptar të Maqedonisë, por atyre i janë bashkuar studentët e Tiranës, të Kosovës, të Prishtinës, të Preshevës dhe të Medvegjës. Kjo është një nga lëvizjet më fantastike të viteve të fundit, që tregon se edhe brezat e ri do të ruajnë traditën e brezave të mëpashëm, të cilët sakrifikuan aq shumë për gjuhën dhe për kombin shqiptar. Megjithatë, siç e thash në fillim, analiza ime do fokusohet në faktin që në fund të vitit 2025, pa ta analizuar dhe pa ta thënë se viti 2026 do jetë viti i fillimit të projektit të madh për bashkimin e trojeve shqiptare dhe për krijimin e Shqipërisë, të cilët shumë e quajnë Shqipëri të madhe, por që në fakt është komplet gabim, sepse bëhet fjalë për Shqipërinë natyrale, e cila ka qenë ndër shekuj, por që u zhbë nga fuqitë e mëdha në fillim të shekullit të kaluar. Kjo lëvizje, e cila i ngjan lëvizjeve të dhjetorit të vitit 91 në Shqipëri, ku studentët fillimisht kërkuan se s'kishte ujë dhe drita në konvikte, por pastaj e shndruan direkt në lëvizje politike, kjo duket qartë që është shkaku kryesor, me thënë më qartë, shkaku kryesor nuk është dhënia e provimit në gjuhën shqipe, apo zënia e vendit që i takon gjuhës shqipe në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Por, është një lëvizje e cila ngjan me shndrimin shumë shpejt në një lëvizje të pastër politike, të marrë në dorë nga studentët si gjithmonë kudo, dhe e cila tregon edhe një herë se ata janë shumë të qartë në objektivat e tyre. Mund të duket e largët dita, por kjo lëvizje është një indikator shumë i fuqishëm dhe ky brez studentësh që ka filluar këtë lëvizje të mrekullueshme dhe që është bashkuar nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia, Presheva, Bujanovci, tregon edhe një herë se ata janë të ndërgjegjshëm, se ka ardhur koha dhe mund të jenë brezi që mund të shkruajnë historinë dhe të mbeten në histori në librin e artë të shqiptarisë me këtë lëvizje. Unë besoj se ky projekt për bashkimin e trojeve shqiptare sapo ka nisur dhe sigurisht që do duhen vite për të realizuar, pasi kjo nuk mbetet vetëm në dorën tonë,
por edhe të fuqive të mëdha, të cilët harmonizojnë interesat e tyre me ato tonat. Fakti është që maqedonasit, të cilët me miopinë e tyre nacionaliste, nuk e kuptojnë ose do ta shikojnë se janë të rrethuar nga shtete këtu në Ballkan, në rajon, të cilët nuk e duan më. Jo nuk e duan më, por nuk i kanë dashur asnjëherë. Siç është Shqipëria, Kosova, është Greqia sidomos dhe sidomos Bullgaria. Në një takim që unë kam pasur shumë vite më parë me ambasadorin bullgar, ai thoshte se Maqedonia është një shtet artificial, sepse në fakt gjysma i takon Shqipërisë dhe gjysma neve, pra bullgarëve. Le të shikojmë se si do rrjedhin ngjarjet, të cilat po precipitojnë orë pas ore dhe ditë pas dite në këtë lëvizje të mrekullueshme të studentëve shqiptar. Do të kufizohen vetëm me kërkesën për zënien e vendit që meriton të gjuhës shqipe në institucionet arsimore, në institucionet e tjera të Maqedonisë, apo do shndrohet në një lëvizje të mirëfillt politike. Nga unë Sokol Teriadi, miru pashë, do jemi në ndjekje të vazhdueshme të kësaj situate.